Mungesa e tregut të sigurt për shitjen e prodhimeve bujqësore ka bërë që shumë fermerë të heqin dorë nga fermat. I tillë është dhe rasti i fermerit Pëllum Turja nga fshati Homezhi Bulqizës. Ai tregon se pas rikthimit nga emigracioni u vendos në fshatin e tij, ku ndërtoi fermë frutikulture duke kultivuar molle qershi. Por sipas fermerit Pëllum Turja, prodhimi mbetej pa shitur çdo vit dhe detyrohej që ta hidhte në lum mollën e qershin. Duke qenë se çdo vit dilte me humbje, fermeri Turja vendosi që t'i preste të gjitha pemët që kishte mbjell. Kam pas kultivu 15 lum mollë, 2 qershi, nuk ja pash harin. I hoqa, i kam hodhë mbi 250 kuntal, 300 kuntal mollë, atje ke proj poshtë, edhe u detyrova me eliminu, me i shkull, me i pre, si që shifet janë ca akoma vashtu. Ska si levërdije. 7 ton mollë i kam shit 700.000 lek, ato i kum pa hajrin që ato 700.000 lekve, kum pa hajrin që ato lek kam morë, edhe asë si gjë tjetër. 250 kuntal, 300 kuntal kanë hikë për në kuks. Ke liqeni kuksi du tjenë këtje. Dhe përfundimisht, i preva, i shkulla, nga shteti, asë një loj përkraj, asë një loj gjoje në botë. 15 lum janë hesh, kanë ngell, në 12-13 asë mund t'jenë hesh, që kanë ngell, i kam lanë kotë palidhe, shiku janë egzistuse. Shumë problema. Unë e kam blenë 96-ën një pjesë toke këtu. 1.000 lek metra, kur në atë kohë ishte 500 lek metra në kamës. 1.000 lek metra në këknetët. Sa kësha këthy për Gjermanie. Këthy lash rrugët e Evropës për punu këtu. Mella në modë nuk është përfundimisht kabarugi ven. Një tjetër problem me të cilin është përballur Pëllum Turja ka qenë dhe ai azhorgimi të tokës bujqësore. Sipas tij, mënyra më e përdorur për të ndarë ngastrat e tokës nëpërmjet satelitit është e gabuar dhe se nuk ka asnjë lidhje me kufit që janë realisht të ndarë brez pas brezi. Toka është komplet e imja, kam i parcel ndame në mes tokës, tokë shtet këtu, tokë shtet që atje se di fare, me harta se të shtis du të me gjetë vesh me Albania. Nuk vinë në teren të shikojnë tokën edhe të registrojnë. E kanë registru hava, për i qielli e kanë registru tokën edhe me rëpashim. Por na jetë del dikuj tjetër? Jo, nuk del dikuj tjetër, po është registrim fantazëm. Nuk është registrim për në qiell. Registrimi bëhet në teren. Pyesi që do ngajt një komision, do ngajt. Së kur do ngajt, masi hiki njerëzit këtë atër mund ngajt një komision fantazëm. Se si që e fantazëm dikur, në kohën e PD-s bile, ka qenë fantazëm dikur, e matën nga sipër, dhe shte e ka ngellë fantazëm gjithë. Të gjithë fshatit, gjithë Homezhi. Njëtin problem kanë. Gjithë asë një s'ka certifikat për nësia, shpia, stoka, si gjë. Pëllum Turja shpreh se shteti duhet të bëjë më shumë për fermerët që t'ju mundësojë atyre tregun e shitjes apo të ndërtojë dhoma frigoriferike për të ruajtur prodhimin, në të kundërt të gjithë një ditë do të heqin dorë nga frutikultura.